Përshëndetje o hoxh, kur një fëmijë i vogël, 2 vjet e gjysmë, ka shumë mësysh dhe trembet natën shumë, çfarë t'i bëjmë? Më ndihmo të lutem, Allahu të ruajt. Përshëndetje, amin, Allahu ju ruajt. Edhe ju, Allahu e ruajt çdo fëmijë. Ajo që unë të këshilloj është të bësh këtë lutje. Pra, e ka bërë edhe profeti alayhis salam për 2 niprit e tij, Hasenin dhe Husejnin. Po ashtu e ka bërë këtë lutje edhe profeti i Zotit Ibrahimi alayhis salam. I ka fry pra 2 djemve të tij, Ismailit dhe Ishakut. Kështu që mund ta bësh edhe ti, pra edhe çdo njeri i fryn fëmijës së tij, foshnjës së tij. U'idhuka bi kalimati llahi tamme min kulli shaytanin wahame wa min kulli aynin lamme. Bëje këtë lutje. Lusë Allahun e lartësuar që të na ruaj, të na mbroj. Amin.